Ure e Karicës, që është pjesë e rrugës nacionale Burrel-Skuraj, vijon të jetë bllokuar për kalimin e mjeteve të tonazhit të rënd. Pranë saj është planifikuar të ndërtohet një ure re me projektin e ndërtimit 24 urave në të gjithë vendin. Por edhe pse kanë kaluar afro 3 vite nga bllokimi i saj, në terren nuk ka nisur puna për ndërtimin e urës së re. Drejtuesit e mjeteve dhe banorët vijojnë t'u bëjnë apel institucioneve që të nisë sa më shpejt puna për ndërtimin e urës së re, pasi po rrezikojnë jetën çdo ditë duke kaluar mbi urën e vjetër. Sipas drejtuesve të mjeteve, ura nuk ka asnjë siguri, pasi është ndërtuar rreth 70 vite më parë dhe është shumë e amortizuar, si nga ana e qendrëshmërisë, ashtu edhe nga mbrojtësit anësore. Apeli i banorëve që kalojnë çdo ditë mbi këtë urë shkon për ARSH dhe institucionet e tjera që kanë përgjegjësi. Unë nuk e di se të bëjt, vetëm kanë thonë do ta bëjmë së, do ta bëjmë nesër, se kur do ta bëjmë nuk e di. Vetëm ora rrezikoj jetë njerëzve, banorë, edhe këto që kalojnë kamë. Është shumë e rrezikshme, kamë janë të dëmtuar. Ose anësore, nuk ka as mbrojtësi anësore, as siguri nuk ka fare. Ka këto që e kanë bllokuar ka 2 vjet gjys 3, do ta bëjmë së, do ta bëjmë nesër, dëshiret fondi se dëshiret nesër, nuk e di se kur, as dëshiret këtë të bëjmë. Qeveria si bëjmë thirrje që të hyjnë sa më parë, që ta rregulloj këtë rrugë, edhe për komunitetin. Me del me pasha gjenalt, në me kam të qështë del. Me del me pasha gjenalt. Që është rrezik bashkë. Po nuk e rregullojnë se janë të hangër një herë, atëre kur të frehen, inshallah e bëjnë në gjokana. Për ti që të s'kimi ka shkën të rrugëna. Vesh me shku më kam, që të rrugë s'ka. Po shtetit pjoft me ku, se ato banë hismet për vete, se për nesë ato që abith. Hekrët, e 70 vjeta, 80, unë nuk e di, me në rujtë zoti. E do në të hyjë për urgjent. Urgjent sa kur të ndodhin ai fatkeqësi e madhe, kom qef ndërhyjnë sa më shpejt, se ka jetë njerëzish, humbi jetë njerëzish. Projekti për ndërtimin nga e para të 24 urave në të gjithë vendin ka nisur që në vitin 2022 dhe deri tani vetëm një urë është ndërtuar. Ky projekt mbulohet nga një huaj marrë nga qeveria shqiptare tek banka botërore në vlerën e $100 milion.